90% çmimin qytetarëve të vendit për me vjedh halo elita e tij. Kjo është diçka reale, kjo ka me u dokumentu, një ditë tani tjetër ka me dalë, gjyqtarët ka me qitë, prokurorët ka me qitë. Që 3 herë na rrit çmimi i energjisë. 3 herë radhëzi. Se i ka të pangopshëm, nuk po i ngihen. Ata që i ka bo, nuk po i ngihen. As di që janë të boa, ku janë të i qua ato fara. Po nuk po i ngihen. Së është rritja e çmimit nga rrethanat ndërkombëtare, zoti është ka zbritet çmimi i energjisë në rajon edhe në botë, edhe në Evropë, o ka zbritet. O ka zbritet, ju lutem. Vetëm të na të rrit edhe herë. Edhe vetë një arsye pse nuk ka rrit është. Pse duhet me fitu shta që i blenë, shta që i ka klubi i tij. Zoti Haradinaj, a do t'jeni kandidat për president? Jo, nuk jam. Nuk jam kandidat për president. Jam deputet në Parlamentin e Kosovës, punoj për qeverinë e opozitës. Kur vjen çështja e zgjedhjeve të presidentit, pas një kusht, do ta ndihmojmë zgjedhjen e presidentit të ardhshëm vendit. Çfarë formule duhet kërkohet për president? Siç formula i takon subjekte politike me gjetë zgjidhjen. Po. A është mënyra e duhur që kuvendit ta bëjnë një gjë të tillë, apo të krijohet edhe më tutje, jetë edhe një moment për ta krijuar një blokadë eventualisht shkojmë zgjedhje? Unë mendoj që ka mundësi mu gjetë një formule përbashkët që mu zgjedhë presidenti me votë në parlament, po nuk e preashtoj edhe shkuajnë zgjedhje. Asnjëherë që është zgjedhja fundit, sikur tani nëse zgjedhjem zgjedhje, do të përfundojmë zgjedhje. Ndërsa do të ishte edhe mirë në një moment caktuar ne edhe me ndryshuar kushtetutën tonë për zgjedhjen e presidentit. Në mënyrë që presidenti zgjedhet direkt nga qytetarët. Po, ajo për atë do duhesh. Edhe kjo nuk do të ishte një ndryshim i madh i bazës ligjore për zgjedhje, që do ndryshojë vetëm neni për presidentin, ose presidentin, misionin e presidentit. Nuk kem nevojë me ndryshu kompetencat, s'kem nevojë me hyjë me prish sistemin ton parlamentar, edhe të ndarjes pushteteve, po vetëm zgjedhjen e presidentit me bë direkt nga qytetarët, ashtu si ndodh me kryetarët e komunave. Periudhës fundit e kem parë një afërsi më të madhe me zonin Osmani, presidentin Osmanit juaj. Ndoshta e kam kështu si vështrim, ndoshta e kam edhe të gabuar, nuk e di nëse ka diçka në komunikim. Është situatë pak e ndihshme në Kosovë, ne nuk kemi misione tjera. Edhe nëse e dobësojmë misionin e presidentit tej mase, i bojmë sherr ekzistencës tonë. E një të kënaqur me punën e saj si presidente? Jo, ne kemi shumë vrejtje në qëndrimet e saj, unë kam shpresuar që ajo me kohë do ta ballafaqon Kurtin me drejtimin e gabuar, me agjendën e gabuar, ka pas disa raste, si rastin e herë kur e ka kërcënuar për proteza, kur nuk i paguaj ke protezat e invalidëve, ka pas edhe raste tjera që ato janë të mira. Mi po kam menduar që ajo do të shkon shumë ma direkt në esencë të asaj, se çka ka ndodhur Kosovës në udhëheqjen e Kurtit, dhe realisht jam i zgënjur me faktin që ajo nuk e ka marrë një pozicion të qartë, ballafaques me atë që e ka kriju vetë. Keni pritur të jetë më e rrept në raport me Kurtin? Unë mendoj që i ka bërë Kosovës presidentja me e ballafaqu Kurtin, me të këqija që bëja bë Kosovës, është dhe krijuese e tij. Se ka qenë barë që e listës ti, është partnere e koalicionit atëhershëm, edhe i ka taku edhe ja ka bërë vendit me ballafaqu me paskojat që ja ka bërë vendit. A këja, subjekti juaj që ju e drejtoni, njihet për shtrirjen horizontale më shumë se sa vertikale, pra në raportin e komunave, ne jemi në vit zgjedhor dhe po bëjmë gati për zgjedhjet lokale, ndoshta pas 6 muajve nëse presidenti ja vendos natyrisht në bazë të kompetencave të saj dhe afateve ligjore. Është bërë gati aleanca për zgjedhjet lokale dhe a do të garoj me kryetarët aktual, të cilët i ka shembull në Gjakov, në Suharek, në Klin, në Rahovec, në Deçan, me të gjithë të njëjtit? Dikun si mandat, nga data në datë, dikun rreth 18 nëntor, është data kur përmbyllet mandati ekzistuesi kryetarëve aktual të komunave në gjithë vendin. Pra mund të jetë orientimisht 18, 19, 20 aty pari ose kurdo që presidenti pas konsultimit me partitë politike i shpas zgjedhjet. Ne kemi pas nderin, të shërbejmë qytetarëve në disa komuna, edhe atë unë besoj me respektin më të madh kryetarët e komunave,
njerëzit që kanë marrë pjesë në proces të shërbimit ndaj